në vende. Ashtë. Unë mendoj se ju jeni pak konfuz, se kush do t'jetë shefi i fabrikës. A nuk folëm për këtë? Pas me gjithë shka, do të drejtohet nga vëllai juaj. Kushdo që është më i madhi, ai do të sëndoj. Kjo është tradita e familjes sonë. Unë ju thash që po largohem. Jamani është më i madhi, pas me e lërë të drejtoja i gjithë shka. Jo, Jamani nuk do ta marrë përsipër. Nëse vërtet insiston të largohesh, unë do të drejtoj biznesin. Në ndërkohë, unë nuk dua që ti të shkosh. Unë nuk do të përzijem në asgjë. Bëj çfarë të duash. Me këtë kesh dëshirë, mund të martohesh. Për sa kohë, qëndron në shtëpinë e babait tënd. Çfarë ndodhi? Omer gëlsoj? Po të rihikesh tani? Ke të drejtë, e dija që do të mendoje kështu. Zakonisht nuk bëj kompromise, por qetësia në shtëpi po prishet. Unë fola me nënën tuaj, ajo është e mërzitur. Ajo në një farë mënyre më bindi mua. Edhe ti ndoshta nuk do që ajo të jetë e mërzitur. Sigurisht nuk dua, por jeta ime do t'jetë më e qetë atje kur të martohem. Okan. Mos u shqetëso. E di me kë do të martohesh. Mos u frigo, nuk do të krijoj asnjë problem. Je i sigurt? I sigurt jam. Me vajzën e Muhsinit, Ferajen, ti u dashurohe me ta. Të pash sot. E ke pëlqimin tim. Unë do të kërkoj dorën e vajzës. Dhe unë do të bëj dasmën tuaj. Apo i bën tjeta këto për të më mbajtur mua këtu? Po, t'jalim. Kjo është shtëpia yte. Kuptove? Unë bëra një hap birë. Është radha yte tani. Me jep fjallën. Të jap fjallën, të premtoj. Por, ti ai që do të flasësh me nënën tënde për këtë martesë. Unë në këtë nuk do të përfshijem. Ejani të shkojmë. Jemi vonë. Ejani. Vëlla, më dëgjoj, vëlla. Çfarë është kjo, Kan? E di këtë, pse nuk më tregove, djalë? Pse nuk më tregove? E di këtë. Vëlla, i pash në kopsh dhe u trondita. Nuk dija çfarë të thoja, të betoj, vëlla. Se ke shërë unë, Kan? Kemi një orë që ri me gjyshin dhe ti nuk e thënë asnjë fjalë. Vëlla, betojmë në Zot. Unë nuk e dija. Unë betojmë si isha i friksuar. Më vjen keq. Mos e thuaj emrin e saj. Mos e thuaj. Thuaj gjyshit tim që nuk do vi. Vëlla, nuk kuptoj çfarë bëj. Mbyllë gojën. Gojën mbyllë. Hesht. Do t'i jesh të gjithë falëdhëmët. Largo nga këtu. O Zot. Ai është shmendur. I shmendur. Urime. Djali yt nuk do të shkojë askund. Vërtet? Faleminderit i dashur. Bëm një marrëveshje për herë të parë për hatrin tënd. Mirë. Mos e zgjat një. Ku është Jamani? Nuk vjen. Sepse ai nuk do që të vijë gruaja e tij. Kështu mendoj. O Zot. Çfarë po mendon me atë kokë ai? Se kuptoj. Ne tham që askush nuk do ta di situatën e Voralit dhe Borës. A nuk tham fjalë për këtë? Ai nuk e di atë? Ai e di. O Zot. Edhe ashtu ata janë në zi. Ne po shkojmë atje për të shprehur keqardhën tonë. Do të themi Jamani u martua dhe ajo vajzë është nusja jonë. Zot më jep durim. Çfarë do qoftë? S'më intereson nëse vjen apo jo. Le të ulet pranë gruas së tij. Ne shkojmë.
Mere çantën tënde, me rregull? Jam shumë e lumtur, zemra ime. Po, me li, ku është baba? Kishte një aksident. A i ra nga shkallët dhe the u këm. E kam futur në gipsë, është shtrirë. Okan, ti do të ngasësh. Baba. Shumë falemderit. Pse më falemderon bi? Mua më kërcnove dhe more ata që doj. Nuk është se... Leta lëm ata, Gylfem. I thash ateshit të bëj çfarë doj. Dhe të martohet me këtë doj. E pjesa tjetër është qetësimi i. Mos u mërzit, baba. Mos u shqetëso për fëmijët. Unë do ta ndaj Jamanin me atë vajzë. Ateshi nuk do të na turpëroj, do ta shohësh. Çfarë? Pse më shikon kështu? Askjo. Të presim dhe të shohim çfarë do të ndodhë. Nuk kemi hyrë brenda ende, po presim zotri Vural. Vetëm pak se ata po largohen ta. Do të hyjmë brenda për 1 minutë. Kuptova zotri, kuptova, mos u shqetësoni. Dashuria ime? I dashur? Të pash nga dritarja, të gjithi ikën, ti nuk shkove. Dhe unë mendova se, me siguri, im shoq nuk shkoj për shkakun tim. Nuk jam në disponim të dëgjoj ty, shko në dhomën tënde. I dashur? Shiko, të lutem, mos bëj kështu, po mundohem të jem afër Nuk teje. dëgjove, Alena, shko në dhomën tënde. Ti, nuk je fare mirë. Ti je shumë nervoz, unë nuk po të bëj presion. Atëherë mos më bëj, dhe mos bëj asnjë koment në emrin tim më. Më shiko mua. Ti nuk mund t'i bërtasësh vajzës time. Nën, ti mos ndërhy. Çfarë të intereson, a është buri, mos u fut mes nesh. Çfarë do të thotë çfarë të intereson? Ai bërtiti aq shumë sa madhim ti shpirti. Tani je i natosur ti me mua? I natosem sigurisht. Ne jemi burë e grua. Ne do i bërtasim njëri tjetrit. Kjo nuk është puna jote. A e kupton të gjë, nën? Mirë. Mirë, do të lasim më vonë. Nuk ka asgjë për të folur, nën. Mos ndërhy më kurrë në punën tona. Hajde shko në shtëpi tani. Të lutem. I dashur, unë sa po bisedova me nënën. Ajo nuk do përzihet më. Shko në dhomën tënde. Dua të jem vetëm. Në rregull. Atesh. Alo, a nuk më dëgjon mua? Alo. Nuk ka sinjal si duket. Unë fola me Xhemil. Gjithçka është në rregull këtu. Jam mirë, mos u shqetëso.
Nuk jam mirë. A mund të vish pas shtëpisë? Çfarë ndodhi është urgjente? Do të bëj darkë për babain tim. Askush nuk është në shtëpi. Nuk është ashtu urgjente. Do të flasim kur të vish. Unë do të pres. Urdhëroni, çfarë ka? Mirëmbrëma. Ne jemi nga kompania e kontrollit. Nuk kanë kaluar 4 muaj që kur I keni kryer të gjitha punët. Ndoshta e keni gabuar adresën. A nuk është kjo shtëpia e Omer Gylsoj? Po. Por nëse është e nevojshme unë do të kisha thirrur. Kjo është puna ime. Ndoshta ju kanë telefonuar pa dijenin tonë. Ndoshta nuk e di. E po mirë, ne do të fillojmë nga këtu atëherë. Filloni fillimisht me kopshtin dhe pastaj bëni dysheme. Urdhëroni. Motra Gjemile? Çfarë po të ndodh ty? Fytyra yte është... Asgjë s'kam. Në rregull. Motra Gjemile? Është shumë e shijshme. Një sër si nana ime e ndjerë kur përgatiste. Të lumshin duart. Të bëf të mirë. Erdhën njerëzit nga kompania e kontrollit të dëmtuesve. Ata do të fillojnë me kopshin, pastaj do të hyjnë edhe brenda. Kështu që ju kryeni punët tuaja. Në këtë orë? Çfarë mund bëjnë Nesrin? O zot. Mirë, në rregull. Gjithsesi mbarova me punën. Ashtë koha për kontrollin dëmtuesve në këtë orë? Motra Gjemile, po shkoj në shtëpia, do të vish edhe ti? Jo, nuk do të viju, Nesrin. Mirë, në rregull. Vëlla, a mund më japish pataricat e mia? Ja, merri. Faleminderit. Vëlla Gjetin, a mund ma sjellësh pjesën tjetër? Dalë mos rrëzohesh. Mos më thuaj. Ki kujdes, vlla. Mirë. Valla, sinjali po vjen nga këtu diku. Mirë, le të presim. Kujdes. Çfarë bët? A është gjithçka në rregull? Jo. Ne do ta rregullojmë, po, ju mos keni merak. Vëlla, unë do të shtrihem në dhomën time. Punë të mbar. A kishte një dhomë atje? Po, dhoma ime është. E po mirë, prisni pak këtu, ne do të spërkasim edhe atje. Mos ke merak. Mirë, në rregull, vëlla. Ja, pra, edhe sallata jote është gati? O, të lumshin duart biaja ime. Të bëft mirë. Uf, duket e shijshme. Ti nuk do t'ulesh? A nuk je uritur? Ashtu, baba.
Nëse nuk të pengon, atëherë po më pret prapa shtëpisë. Donte të flisnim. E kuptoj. Mirë, në rregull. Por mos u vono, të lutem. Sigurisht. Paula, do të më lexosh një përall? A mund të flej përsëri me ty? Sigurisht që po, shpirti im. Shiko tani, haje ushqimin tënd, laj duart, dhëmbët, vishe edhe pijamet. Unë do t'jem aty së shpejti, në rregull. O, shpirti im, të lumtur. Valla, sinjali po vjen për këtu. Ishe dyshekun. E mbyllën edhe derën. Unë do të hedh një sy. Çfarë po bëni këtu? Mos u përzijemi, largohu. Po ai celular. Unë kupton ti largohu të thash. Ju thatë se kjo ishte dhoma juaj, ha? Po, vëlla, është dhoma ime. Mirë, ti do të vish me ne. E ato. Ku po shkoj, vëlla? Vlla, çfarë është ajo harm? Nga erdhi ai telefon. Mbyllë gojën. Mos nxjerr asnjë zë dhe mos guxo të telefonosh policin. Ky është urdhri i Vural Bakërxhi. Ai do flas me familjen Gulzoj. Çfarë bëre me li? Lëviz, Vlla, të lutem. Vlla, çetim. Prit një sekondë, vlla. Vlla, të lutem. Vlla. Vlla qetim. Vlla, Bëj diçka, vlla. Vlla. Bëj diçka, unë s'kam bërë asgjë. Bëj diçka, vlla qetim. çfarë ndodh? Vlla, çfarë ndodh? Vlla, të lutem. Unë s'kam bërë asgjë. Përse po ma bëni këtë? Ikë prapa atje. Vlla qetim, bëj diçka. Unë nuk kam bërë asgjë. Tash mos po votit. Meli, në rregull, Vlla qetim, unë s'di asgjë. Unë s'di se për çfarë bëhet fjalë. Çfarë ndodh? Vlla qetim. Jo, vlla. Çfarë ndodh? Vlla qetim. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Çetim, çfarë ndodh? Ata ishin njerëzit e Vural Bakërçi. Nxorën armët. Nuk e kuptoj se çfarë po ndodhte. Ata gjetën një telefon në dhomën e Meliut dhe e morën atë. Më thanë të mos e telefonoja policin. Melih? Unë e vendosa. Unë e vendosa. Çfarë po flet motër Xhemile? Ha? Pse po qanë sigurej ka vdekur motër? Pse po qanë? Jo pra, do ta telefonoj zotri Omerin. Unë do ta telefonoj zotri Omerin. Falë që t'jen. Çfarë ka ndodhur? Birë, kush e thiri gjyshin tënd? O ka një shkoj me të, çfarë po ndodh? Nuk e di nënë them drejt, por do ta zbuloj. Edhe baba im është vonë, e telefonova për nuk përgjigjet, më vjen keq. Nuk ka nevojë të kërkosh falje. Është në rregull për kohë të tilla. Bade shpirt. Më vjen keq, më vjen shumë keq për Borën. Mirë që t'jen. Qetësohu tani. Unë do e rregulloj. Asgjë nuk do të ndodh. Dhe mos lejo që dikush ta zbuloj. Aha, në rregull. Sillni atë në vendin tonë. Pastaj më telefononi.
Më thuaj, kush je ti që të dërgosh njerëz në shtëpinë time? Valla, telefoni i djalit tim u gjet në dhomën e shoferit tuaj. Bora ka qenë në shtëpinë tuaj që nga dita kur u zhduk. Si guxon të më bësh këtë pyetje ti mua? Tani mund të hyjmë brenda. Të flasim me qetësi nëse dëshiron. Më falë se u vënova atesh. Mirë se erdhe. Yaman? Hape derën të lutem. Yaman, hape derën të lutem. Unë dua të zbres. Mos u përpiq më kot. Të thash se dua të zbres, çfarë po mundosh të bësh? Gjën që duhet ta bëja që në fillim po e bëj. Ne do t'ikim nga këtu së bashku. Yaman. Yaman. Unë nuk dua të shkoj askund me ty. Nuk mund të më detyrosh të shkoj dikund me ty. Unë nuk dua të jem me ty, nuk mund të marr frym kur jam me ty, në rregull? Po mbytem. Feraje, ndalo një herë, qetëso, do të flasim për këtë. Nuk dua të flas për këtë, nuk dua. Feraje. Kupton? Feraje, mos do të përplasim me makinë. Atëherë kaloj makinën, ndale. Po sillesh ka çesharake, Feraje. Ndaloj se nuk dua të dëgjoj. Tani, nëse dëshiron, mund të flasim me qetësi për këtë. Okan? A je mirë? Mirë jam. Vëlla. Shkan këto kështu? Ka disa mosmarrveshje në lidhje me punën. Do ta zgjedhin me syre. Çfarë na intereson? Apo jo? Eja, tu im brenda. Ose nëna do të shqetësohet. Hajde, hajde. Ku është gjyshi juaj? A ka ndonjë problem? Nuk ka asgjë, s'ka asgjë. Thjesht gjyshi mori një telefonat nga një shok. Pastaj kur erdhi zotri Vural, sigurisht që ata hynë brenda. Më shtar goja, do të marr pak ujë. Mos u ngrit, të lutem. Unë do e marr vetë. Feraje. Feraje. A je mirë? Ha? Çfarë ndodhi? A je lënduar? Ha? Nuk kam asgjë, largo. Jo, nuk mund të shkosh askund. Çfarë do të bësh, mos je i çmendur apo çfarë? A do të më mbyllësh me forcë diku? Le të ikim nga këtu dhe unë do të tregoj gjithçka, do më kuptosh. Tani çfarëdo që të them nuk do të më besosh. Madje do të mendosh se po gënjej për të bindur ty, por Po?
Po, sepse nuk jam budallaqe. Ti qëndrove para me edhe më te se je i dashuruar me Alenën. Ti më le dhe u martove me të. Shkove dhe u martove. Tani, asnjë arsye vetme që mund të më thuash nuk do të më bëj të harroj atë. Raje, në rregull. Ke të drejtë. Unë do të dërgoj ty në Stamboll prej këtu. Do të vendos në një vend sigurt. Atëherë unë do të kujdesem për gjithçka dhe do të divorcojmë nga Alena. Në rregull, ne do shkojmë jashtë vendit. Çfarë ndodhi? O bre çmuar tani, kur të rëshqita nga duart? Po ti me të vërtet që ngi Samur? Kuptoje tashmë, këto fjalët e tua nuk kanë as pak vlerë për mua. Kuptove? Nuk kanë. Largohu. Raja, ti do na shkatrosh marrëdhënien tonë. Mos na çon një rrugë të gabuar. E vetë një gjë që është e gabuar tani e ti. Ti e kuptove? Unë do të martohem me Ateshin. Unë i besoj ati më shumë se kush do tjetër. Që kur fillove ti besosh? Kur ke filluar ti besosh? Ti po vlen nga inati tani. Ti je dashuruar në mua. Në rregull, ti je dashuruar në mua. Ne i përkasim njëri tjetrit, Raje. Jo. S'ka mundësi kur të heq dorë nga Ateshi. Çfarë do thotë që nuk mundet? Çfarë ndodhi mes jush tani? Nuk është puna jote as pak kjo. Është puna ime. Më intereson mua. Më jep përgjigje tani. Çfarë ndodhi mes jush? A ke pasur intimitet me ta? O njëri i poshtër. A mendon se mund të më shtypësh tani vetëm se u bëre i pamshëm dhe bëre ca para? Si mund të dërgosh njerëz në shtëpinë time? Si? Kujdes fjalët e tua, vlla. Çfarë do të ndodh nëse nuk e bëj? Ti ishe adoleshent kur erdhe këtu. Djali im të solli në këtë shtëpi si shok. A i tha se nuk ke njeri, të kam dashur, të pranova si fëmijën tim, të ule në tryezën time. Çfarë po thua, ha? Çfarë po thua, vëlla? Telefoni i djalit tim është gjetur në dhomën tuaj të shoferit. Kurse ti ende po flet. Nëse ke diçka për të thënë, atëherë më trego pse e bëri këtë. Pse e bëri? Apo jo? Po! Unë i dhash urdhër shoferit tim. U mërzita dhe i thash, shko dhe thyje kokën gjallit të vëralit dhe hidhe trupin e ti në liqen. Ose u thash nipërve të bënin edhe ata e bën. Edhe çfarë, ha? Kështu mendon ti? Ti a je në mendje se çfarë po thua? Atëherë më trego se çfarë ndodhi dhe si ndodhi që ta mbyllim. A mendon se është le të rrasët njeri? Është e lekt për mua. Unë jam Bora Bakirxhi, do të qëlloj në kokë pikërisht këtu. Dhe pastaj do të fshij gjurmët e gishtave nga arma dhe telefonoj babain tim. Do t'i them baba, ndodhe një fatkeqësi e vogël. Do dërgoj një burr, do thot. Ne ishim në trafik. Dhe ai shau në nëntime nuk durova do të qëllova në kokë. Dhe ai pranon vrasjen, pastaj fytyra jote e bukur. Zoti më ndihmoft. Për çfarë qëndron ai gjallë këtu? Le të dal jashtë. Mos ta dëgjoj. Mbyllë derën. Atyre brenda nuk u tregove asgjë, apo jo? Jo, gjysh nuk e bëra. Mirë. Vëlla Omer, ti nuk di asgjë.
Po duket. Por unë nuk mund të dal nga kjo situatë. Unë nuk kuptoj asgjë. Çfarë të bëj, ata ulem këtu? Cili është mendimi yt? Ë? A dëshiron të na hedhësh gjithçka tani? Gjysh qetësohu. Meli dhe Bora u grinte në trafik më herët, kështu më thanë. Ata u përleshën me grushte. Bora shonën e tij. Pra, ai i tha se do ta çellonte në kokë. Sigurisht Meli ishte në mënyrë të pashmangshme dhe nervoz. Ai gjithashtu e kërcënoi disa herë. Se nuk më tregove më parë për këtë? Gjysh, nuk mendova se do të bëhej një gjë kaq e madhe. Dua të them që Bora thjesht u zemërua dhe bërtiti. Ti e dije se çfarë i bëri Melihu djalit tim? Jo, nuk e dija. Vural, në rregull. Nuk e dija, unë përbes. Ju thatë për telefonin dhe atëhere kuptova. Kjo do të thot Bora ishte i fiksuar pas Melihut. Pastaj gjithçka ndodhi atë natë. Ore, kjo i ndodhi djalit tim. Por ai njeri do të vdes. A më kuptove, vlla Omer? Unë do të vras atë njeri. Mos të ngatroni. Ne nuk pam, nuk dëgjuam dhe nuk dim asgjë. Si të duash ti, vlla. Çfarë po ndodh? Një mosmarrëveshje e vogël në lidhje me punën. Ne kemi ndërprerë partneritetin ton me Boralin. Ai tha se ka investuar shumë para dhe kërkonte shumicën e aksioneve, dhe unë nuk pranova. Ne tani do t'i rimbursojmë shpenzimet e tij. A je i sigurt, vlla? Po. Eja të ikim nga këto. Të lumt, bëre gjën e duhur. Nëse Ateshi do ta kuptonte për ata që ndodhi këtu, gjërat do të kishin dalë jashtë kontrollit. Përveç kësaj, kjo do të qëndrojë mes nesh, në rregull? Në rregull, gjysh. Ja. Në rregull. Yunalı sessiz yürü yanımda, her adım her anımda. Gün olur sensiz, utanıp olmakta. Ai me gati të flytojmë. Gati, kapiten! Bilerek yanarım aslında. Kjo është e mrekullueshme, është kaq bukur. Güler bana. Zuar timje, jeta ime. Yarısı insanın Faleminderit shumë. sancısı belki de bir. Atëherë më thuaj pra. Nëse do të kishe një dëshirë sot, çfarë do t'ishte? Ti! Unë ty do të pudh atë fytyrën tënde të zynë. Ja pantalon, jemi në rrugë. Nuk do gjë? Jo mos, po tërprem mos. Her şeyi gören sen, göremedin mi beni? Her şeyi bilen sen, bilemedin de beni. Belki de biz öğrenmeliyiz.
Le të harrojmë çdo gjë që ka ndodhur. Unë kur nuk do ta kujtoj këtë. Kushto që ishte në vendin do të kishte unë për kontroll. Dhe ajo do të bënte gjithçka për akmarrje. Të kuptoj ty. Feraja. Le t'i lëm të gjitha pas nesh. Do të eci më kur pranë teje. Bashk. Nuk do të bëjmë as edhe një hap. Vetëm për një moment. Vetëm për një moment nuk mund të fshish të shkuara në qoftë. Më dëgjoj mua, më shiko. Ashtu si kur ishin fëmijë. Ashtu si ai momenti kur ullën e gjujnë dhe të provozohë martesë. Hajde, më jep dorën jetë ime. Më jep dorën. Hajde. Ti vrave gjithë qka në lidhje me ne. Unë nuk jam lodra jote, Yaman. Raje, të lutëm, mos, jo, mos e bëj këtë, mos e bëj, jo, mos e bëj këtë, jo. Unë jam zgjuar tani më. Jam pjekur. Ferhaje, shiko, ne ishim kapur në një stuhi të mërshëm dhe jemi duke u përplasur së bashku. Të premtoj ty se do të shpëtoj nga ky fer. Ne vetëm duhet të largohemi që këtu. Duhet të shkojmë. Unë nuk dua të të lëndoj as një fije floku ty. Mua askush nuk mund të më lëndoj më shumë se ti. Vetëm qëndro larg nga unë. Këtu nuk ka vend më për ty. Vëlla Omer, do të flasim më vonë për këtë partneritet. Nuk kam betur asgjë për të folur. Natën e mirë, Bade. Shpresoj së shpeti të merrni një lajm të mirë nga Bora. Të faleminderit. Po. Patjetër. Unë do të telefonoj së shpejti.
Nuk më vjen mirë që u pajtuan. Nuk duhet të komunikojmë më me Vuralin. Baba, Mos më pyet asgjë tani, bi. Do të flasim më vonë. Bëje gati makinën. nuk e dhe ende, djali. Kam biseduar me zoti Omerin. A I thash se nuk ka asgjë për të shqetësuar. Duhet keq një keq kuptim. Do ta kuptoj? Po ti nuk dukesh as pak mirë. Je duke hequr lëkurën nga duart tua. Dëgjoj, le të shkojmë tek mjeku. Po më trem, për zotin po më trem. Lutem. Jo, nuk dua. Dua që të jem vetëm. Mirë se erdhe motor. Ku ishe? U vonove? Kisha gjëra për të bërë. Por ne ende nuk të kemi martuar me Gylsojsin. Mos u vono. Do të zemrohem, në rregull? Motra ime dashur, po bëj shaka. Po bëj shaka, moj motër, po bëj shaka. E bukura e vëllait të saj. Të betohem, kjo vajzë është mjaft e zgjuar. Nuk e prisja një surprizë të tillë prej saj. I lumt motrës time. Bravo, moj vajzë. I ke ngjarë nënës tënde për të mirë. Të lumt, moj vajzë. Sigurisht që duhet ta përdorësh atë bukuri. Mos u zemro ti sultaneshën. Pëlqi duart nga unë. Do të godas aq shumë në fytyrë sa që do fluturosh nga këtu. Ta dish këtë. Shko brenda. Unë dua që të jem vetëm. Mirë, si të duash. Dëshiron ndonjë gjë nga brenda? Jo, nuk dua. Vëlla, përgjigjo thirrjes. Duhet të flasim, është shumë urgjente. Vetëm një moment. Nuk mund të fshis gjithçka të qoftë edhe për një moment. Po dëgjoj, më shiko. Si me fëmijëri kjo unas, si ai moment. Krullën e gjuhë. Dhe të propozova martesë. Pse po nxita më thoj? Ku shkon? Do të shkoja të shoh miqtë e mi. Miqtë e tu, mirë. Në rregull. Mos nxito. Baj kujdes. Shikoja gjendjen ati. Bekir, Urdhëro zotëri. si mendon? Si ka mundur që të përballet me Borën ky budalla? Për të qenë sinqert zotëri, Bora duhet të jetë shpërqendruar dhe ai mund ta ketë sulmuar nga pas. Nuk mund të ketë shpjegim tjetër.
Por ai është kokë fort. Djemë të torturuan shumë fort. Por ai heshti nuk tha asnjë fjalë. Ku është varka? Do t'jetë këtu së shpejti. Kur thuash ti që është gati, do ta çojmë në varkë. Asgjë. Çfarë pune mund të kemë djalin e vrallit? Mirë, qetësohu. Ne do ta rregullojmë gjithçka në rregull. Ti a di ndonjë gjë? Më fajsojnë mua për çdo gjë që ka ndodhur Borës. Mos mendo për këtë tani, në rregull. Thjesht mbaje veten. Zoti të bekoft, ata do të më vrisnin. Mirë. Hajde, eja. 1, 2, 3. Okan! Zotri Vural! Çfarë duhet të bëj me ty, Okan? Më thuaj ti. Zotri Vural, shiko. Meliu ka vite që punon me ne. Ai nuk do ta lëndonte askënd, unë e njoh atë. Ai nuk është i tillë. Të betojmë, duhet të ketë bërë për ta mbrojtur veten. Nuk është i tillë, të betohem. Nga e diti. Ë? E ishe edhe ti bashkë me të folë, Okan Halet? Jo, unë nuk isha, të betohem. Por unë e njoh Meliun. Ai do të ketë qenë shumë i frikësuar. Thjesht po të tregoj, zotri Vural, të betojmë, ai nuk do të ketë goditur Borën në kokë dhe për të hedhur në liçe. Mjaft, mbyll e gojen. Ti tani do të jesh në anën time. Por ti po mbron njeriun që u përpoq të vriste djalin tim. A dëshiron të vdesësh edhe ti? A je i çmendur apo çfarë? Çfarë po bën? Çfarë drejtim bën? Çfarë po bën, ha? Çfarë po bën, lere vllajin tim të shkoj. Vural, lere vllajin tim. E shohet thash. Vural. Ja shohet të shkoj. Okan, a je mirë djalë? A je mirë më thoj. Çfarë po ndodh këtu? Nëse s'do të kisha ardhur, çfarë do t'i bëj, ha? Vural, çfarë po ndodh këtu? Le të tregoj vëllaujt gjatë rrugës. Tani kam gjëra për të bërë. Merë ata. Meli? Meli! Mos. Tas mos tento të them. Meli! Vëlla! Meli! Në rregull. Nuk do të di për të, që të gjithë do ta mbyllni gojen. Vetëm Okani e di për këtë në rezidencë. Nëse dëgjoj nga dikush tjetër,
Ju do t'jeni fajtorët. Jo, zotri, ne nuk do të ndërhyjmë. Çfarë ndodhe, zotri? Çfarë mund të kishte bërë Meli për ta zemëruar zotri Vuralin? Ajo grind me një nga truprojat e tij në trafik. Dhe ai e plagosi njeriu. Meliu? Ai ka frikë nga hija e tij? E bëri gjithsesi. Unë mendoj kështu. A është gjallë? Po. Por unë do të dërgoj në Gjermani. Faleminderit Zotit. Shiko motër Gjemile, aja është mirë, ke mërzitur vetëm për asgjë. Por të dini se ai nuk do të kthehet më këtu. Nëse dikush pyet, thuaj se u kishte borxh të madh në bank, se i ka kërkuar dëmshpërblim dhe u transferua në Gjermani për të jetuar me të afërmit. Sigurisht, zotri, si të thoni ju. Ju bëft mirë. Gjalli i vogël si dole nga kjo gjë. A? A the diçka? Jo, jo. Mirë mbrëma, zotri Aman. Mirë mbrëma. Çfarë ndodhi? Martesa nuk të bëri mirë, zotri Dhëndër. Mezi qëndron në këmbë. Jam pak i lodhur gjysh. Po shkoj të flej, natën e mirë tani. Natën e mirë, sigurisht. Natën e mirë. Meli? 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 Mirë vlla, qetëso. Zotri Okan, unë nuk kam bërë asgjë. Ju lutem bëni diçka. Ju lutem më ndihmoni. Unë s'kam bërë asgjë. Ju lutem më shpëtoni. Çfarë po bën roj sëmur? Çfarë po bën? Çfarë po bën? A je i çmendur ti? Je i çmendur, ha? Çfarë po bën vëlla? Lere të shkoj, vëlla, largoja atë. Lëshë atar. Lëshë, vëlla, ky nuk jeti. Ky nuk jeti, të lutem, ule poshtë armën. E përfundova në vendin ku tentoj të avriste djalin tim, e meritonte. E vrave njeriu. Më vrave edhe mua. Atesh. Unë do t'i lëndoj ata që më lëndojnë. Vëlla. Merë vëlla, unë largohu prej këtu. Vëlla. Vëlla, hajde. Të lutem. Vëlla, të lutem. Vëlla, të lutem. Të lutem, vëlla. Të lutem. Atesh, mos ma testo durimin. Po të mos ishit një prit e vëlla Omerit. Atëherë do ju priste i njëjti fat. Vëlla, hajde. Të lutem. Të lutem. Të lutem. Do të përgjigjesh për këtë Vural Bakërçi. Do të pres Atesh. Vëlla, hajde. Thjesht prit.
Pse pa fshen nga unë? Më thuaj pse e fshen nga unë, Okan, nuk të pyeta. A nuk të pyeta se çfarë ndodhi, Okan, më thuaj. Pa më lënë të them asgjë, ju shkuat tek Vuralli me gjyshin, Okan, pse ma fshehe? Ti duke më shikuar në sy, më gënjeve se është një mosmarrveshje për punën. Pse, Okan, pse? Se edhe unë sapo e mësova kur hyra brenda, vëlla. Gjyshi më tha se mos t'i tregoj askujt. Prandaj nuk mund atë të them asgjë. Ju jeni sklever tek ti njeriu, Okan? A duhet t'i bindesh gjithçka e që ai thot? A je i verbër? A ke syti? Gjyshi e la me lihun të vdiste. U përpoqa ta shpëtoja, por unë u përpoqa. A nuk e pe, vëlla. Çfarë mund të kisha bërë unë? Do të shohësh se çfarë do të bëj. Ku shkon? Vëlla. Jo, mos u bëj budalla. Mos u bëj çarak. Të lutem, vëlla. Vëlla, mos u bëj çarak. Vëlla, mos u bëj çarak, vëlla. Dil nga makina. Okan, dil nga makina. Okan, mos po të shmend, të thash dit jashtë. Vëlla. Dil nga makina. Eja. Vëlla. Mbyllë gojen, edhe dil them. Vëlla. Vëlla. Eja tani. Nuk mundem, vëlla. Çfarë do të thot nuk mundesh, Okan? Çfarë do të thot? Vazhdo. Nuk mundem. Çfarë do të thot që nuk mundesh? Vëlla, nuk mundem, të lutem. Dhe do t'i tregosh gjithçka atij, ja kuptove? Ne do t'i tregojmë atij luftën me Lihut dhe Borës dhe si u vra ai njeri, duhet gjithçka t'i tregosh. Në rregull, Vuralli do të shkojë, drejtësia do të vendoset mirë. Vëlla, nuk mundem, të lutem. Tani. Okan? Okan? Okan, merr frym. Okan, mirë, në rregull. Merr frym, Okan. Mirë, në rregull. Mirë, merr frym. Thirrni një ambulancë. Çfarë po ndodh atje? Mehmet, shpejto. Okan. Mirë, në rregull. Thjesht merr frym. Mirë, vetëm merr frym. Okan. Bëhemi ambulancën më njëherë. Në rregull. Ai është pa djenja. Burr në të 20. Ambulancë. Okan.